Selam aleikum hoxh. Nëse në trup në dalin shenja kane, a nën kupton diçka nga ana fetare? Aleikum salam wa rahmatullah. Nga ana fetare nën kupton apo këshillon feja që çdo gjë që paraqitet në trup e që nuk është parimisht diçka normale, atëherë më kontrollu tek ekspertat e aselemia. Përderisa kjo ka të bëjë me shëndetin, i bjen që ti me shku të doktore më këqyr. Në aspektin fetar, s'do më thonë kur gjë. Del ty një shaj, si kur se mund këtu. Shkan të doktore, ose s'shkan heq, si une që s'kom shku heq, as jem të bajt atë gajle, bile. As jem të marrë me atë punë. Se as kam e marrë dekja para, as mas, as nuk jem të këqyrë më vo frajer para kërkuj. Se baj gajle këtë punë. Si të me strese me tupta. Ma shumë pak mendim pozitiv për Allahun. Ma shumë pak lidhje me Zotin. Ma shumë shtetit Allahu. Në mytën vezveset. Keni kujdes, rune vetën. Andaj, nëse ke tut ose diçka shko të doktore, hoxha, vetëm këtë këshill të jep. Zotit rujtë.